Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam menduar se përgatit një drekë tepër të shishme që ja vlen ta provoni secila mute me patallgjona të zi, me patate me misht plum. Krejt që kanë nevojitën prej përberze janë patatet për mos me zgjat vëdën më shumë. I kum ka vërdis se që keni pa në fillim, veç në vaj në të dy ondë ka 5 minuta qështu. 5 minuta patatet dy ondë, 5 minuta me patligjonat e zi, për ndryshe patligjonat e zi, vetëm në vaj. I kom qëru 4 patligjona edhe i kom ngri në forma rëmbulloke kështu, i kam ka vërdis 5 minuta pra në vaj, po ashtu patatet i kom qëru, 3 patatet më dhoja, i kom do kështu në pjesë të vola i kom pastru me oj, i kom ka vërdis 5 minuta në dy ondë, 400 gram në nevojitet kaçkaval, djath kaçkaval pra, vetëm e gryne gryse. Për mes me zgjatë edhe vedën, e kom postu vedën e recetës për përgatitin e sosit benchamel në YouTube di sa herë, kështu që mos ta përsëris. Në anën tjetër i kom ka vërdis 600 gram me misht viçit, 2 qep vaj, 1 lugë të mesme me biber të kuq, 1 lugë të mesme me veget, 1 lugë të mesme me krip, 1 lugë të gjellës me salcë të domotave edhe i kom lënë hazër. Furrën tash e kom çuar në temperaturë 220 gradë edhe një tepsi e kom marrë, e kom li pak me vaj edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Patatet që i kom ka vërdis 5 minuta në vaj, tashti i renditim rendin e parë pra me patatën në tepsinë e lyrë me vaj. Pasi që i kom rendit patatet, tash i marrim patallgjonat e zi që janë zbutur edhe i renditim kështu mbi patate që i kem ka vërdis në vaj. Që tha vrimat i mbyllëm kështë pra me patallgjonat si tashti. Edhe tash bismillah morë mishin. E morë mishin, pase që mishi pra i ka që tha melmesat, kripen, biberin e zi, vegetën. Pra të arsye nuk e kom qitë patateve krip, për mos më bo edhe shumë njerën, po ashtu edhe sosi benchamel ka krip, biber të zi, kështu që mos mja të të gjesim pra mishin. Tash morëm sosin benchamel, ja qesim kështu të nxehtë. Një drekë me shije fantastike, që keni me pa edhe vetë, pra çfarë shije ka me pas. Më mirë se lasagna. Lasagna ka të shijen e vetë, por kështu kur të përgatitni e shihni pra. Tash marrim djath kaçkaval ose mozzarella cilën e ju qëllon ju në shpione kaçkaval pjaqes. Prap marrim patatet e ka vërdisura në vaj e renditim tash mbi sosin benchamel edhe kaçkavalin. Tashti mbasi kemi rendit patatet e fundit, e renditim edhe patallgjonat e fundit pra, 2 rena për funi, 2 rena për mi. Kemi rendit edhe patallgjonat, këtë vajin e patallgjonat që i kemi ka vërdis, ja u qesim
kështu për mi. Tash të morrim mishin, pra, fundit të qesim mbi atë gjona. Tash të e shtrina mishin. Edhe prap sosin benchamel. Edhe ranojnë atë qëto me lugë. Basi ja kemi qitë sosin benchamel, qështu ja bojna me lugë, shtrina edhe djathin kaçkavall për mi. Hura veç është zejo në temperaturë 220 gradë, ose në 200 gradë, tash në vojë që shumë zeni me fura. Tash ja qesim edhe kaçkavallën e mbetur, edhe e fusim tepsin, pra në furën e nxehur, në 200 gradë ose në 220, që është doni ju. Varet krejt si pas pjekjes që e bën fura juaj. E kom hek tepsin prej furës, e kom lënë për 35 minuta në temperaturë 200 gradë, pra, edhe patatet janë bërë tepër qeshme, patallgjona që kam ju knoq për një drek të papar. Me të vërtet ja vlen ta provoni. Neve na bëft mirë, ju po ashtu nëse provoni, faleminderit për krahun që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them mirë pafshim.